Përshëndetje, tani po bëhemi të njohur. Ju falenderoj shumë për subscribe, për like-et, për sugjerimet. Siç e kam thënë dhe herët e tjera, kjo platformë në Shqip, sepse po vjen dhe një platformë tjetër në gjuhën amerikane, është për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen dhe është ndryshe. Në kuptimin të gjitha jemi ndryshe, por është jo podcast, është thjesht një platformë që ka video YouTube, që ka live reels, që ka personazhe disi jo shpesh të podcast, sepse është shumë e vështirë për të gjetur, si të thuash, njerëz që të flasin për diçka që përjetojnë brenda. Është shumë e vështirë pjesa e terapisë. Po, për të gjitha këto do flas një herë tjetër, sot do prek një temë që ma kanë kërkuar shumë njerëz dhe është një pyetje, domethënë nxënësit që meditojnë me mua, njerëzit që rrethojnë me mua, biseda që bëj dhe me njerëz të rreth po dhe shokët e mi. Dihet që kam dhe unë shok për këtë temë. Pyetja është si e mendoj unë këtë organizatën e LGBT-s ose ajo që quhet preferencat seksuale dhe çfarë mendimi kanë dhe ana shpirtërore. Po e filloj shumë thjesht. E para është jo sot që merrem me veten time, por edhe më përpara nuk kam qenë një njeri që më pëlqen të kritikoja njerëzit për veprimet e tyre, për gjërat e tyre. Dhe aq më tepër tani që janë futur botës shpirtërore, kujdesem për çfarë them, çfarë mendoj dhe çfarë nxjerr aty jashtë. Është në frekuencinë e dashurisë apo është në frekuencinë e opinionizmit. Këto të dyja është një vi floku që i ndan dhe është shumë e vështirë ti dallosh nëse nuk je vëzhgues i asaj që thua. Megjithatë, kjo temë është me një frekuenci, me një dashuri të madhe. Çfarë mendojmë ne për gayt, lesbien apo të gjitha këto si të thuash etiketa që po i vihemi vetes, pa e kuptuar. Në anën shpirtërore ekzistojnë dy energji. Energjia mashkullore dhe energjia femërore. Dhe më vonë do t'u tregoj dhe një pamje se si duket kjo pjesë në jetën e brendshme tonën. Gjinia femërore është ajo që krijon, ajo që ka emocionin dhe energjia mashkullore ajo që i bën, që vepron. Preferencat janë krejt ndryshe dhe është, nuk e di se sa inteligjencë emocionale është kjo, apo sa të vëzhgues janë njerëzit, sepse unë kam shok që kanë preferencat të tilla seksuale dhe janë shumë shok të mirë të mi, por këtu duhet jemi shumë të kujdesshëm edhe ata që janë të tillë, sepse kur prezantohet thot, unë jam gay. Dhe kjo për mua nuk është as shpirtërore, po mbi të gjitha nuk ekziston gjini gay, nuk ekziston gjini lesbike. Pra, ne ngatrojmë gjinin me preferencat. Preferencat personale janë të tuat. Në një qofse në një diskutim tëndin, dhe le thua që preferencat e mia seksuale janë këto, është e respektueshme. Por kur ti arrin e thua unë jam gay, do të thotë që e kalon te gjinia. Gjinia është shumë delikate, është shumë e bukur për ta drejtuar në një pozicion jo të mirë. Dhe kjo nuk përdoret nga njerëzit, po përdoret nga një lloj organizate, çfarë do quhet ato, nuk e di unë, për të drejtat e njerëzit. Për mua njeriu nuk ka të drejta, sepse njeriu ka ardhur me të drejta dhe kjo duhet të ndryshojë dhe po e them në shqip dhe më vonë do bëj dhe një në gjuhën amerikane. Pra, njeriu ka ardhur me të drejtat njerëzore. Pra, ka ardhur nga ajo që quhet esencë dhe ka ardhur në tokë për këtë eksperiencë gjinore, femërore apo mashkullore. Tani nëse preferencat e tij brenda vetes ti do jetë mashkull dhe brenda vetes do të shfaqsohet si femër, këto janë shumë personale dhe nuk është asnjë gjë e keqe që ti të thuash që preferencat e mia janë të tilla seksuale. Është si të them unë tani që gjinia ime është straight. Pra, gjinia jonë, kemi dy gjini dhe ju lutem mos të ngatrojmë fëmijët dhe mos të ngatrojmë dhe veten, se fjalët kanë pushtet.
Prandaj dhe elita i përdor fjalët me dashuri për t'i drejtuar njerëzit në ata që ata duan, në atë që quhet kontroll. Dhe kjo është media. Më falni media po e drejton shumë keq njerëzimin me misione jo dinjitose, me misione që nuk duhet të përdor fjalë jo të mira, po me misione që nuk sjellin çështjen e burimit, se nga se vjen kjo, apo të shtrojnë një temë të bukur sepse ndihemi kështu. Po tregojmë gishtin, ose kritikojmë, ose e reklamojmë kaq shumë dhe e bëjmë kaq fakt të kryer, sa është shumë jo normale, dhe nesër mos të pyesim veten pse rinia është në këtë pikë, sepse e dëgjoj shpesh këtë gjë, që sot rinia është prishur, nuk është siç ka qenë prindrit tanë. Nuk ekziston një moment i tanishëm i prishëm, nëse një e kaluar ka qenë e mirë. Nëse ka qenë e mirë, atëherë dhe tashmja do të jetë e bukur me probleme shumë të pakta. Po nëse e kaluara ka qenë problematike, atëherë dhe e tashmja jonë është problematike. Pra është jo problematike do ta thoja, po është confused. Prandaj sot ndodhemi përballë gjithë këtë konfuzioni, se prezantimin e parë që të bëj, unë jam gay, unë jam lesbike, unë jam Frida për shembull. Pra, unë jam gjini femërore, po preferencat e mia mund të jenë lesbike në thonjza. Edhe nuk është e thjeshtë pse duhet ta reklamoj këtë gjë, sepse kemi arritur të bëjmë gjërat personale publike dhe gjërat publike t'i bëjmë personale. Dhe kjo nuk është e denjë për veten tonë në radhë të parë, por as edhe për ata që duam rreth nesh, sepse i lëndojmë, i bëjmë të ndihen jo të rehatshëm, dhe njëkohësisht bëjmë një shoqëri jo të rehatshme duke e drejtuar në një gjë të gabuar të asaj që quhet jo drejtim i të vërtetës se kush je ti. Ne jemi një shpirt në një trup, duke marrë një eksperiencë me një gjini ose me një energji në anën shpirtërore, femërore apo mashkullore. Nëse ti je aq i fortë, dhe po e them këtë gjë, ta përsërit, nëse ti je aq i fortë që të kesh gjini mashkullore jashtë dhe brëna të ndihesh më lartë hormonet tënde, në gjinin femërore është e respektueshme, është pjesa jote. Nuk është e nevojshme ta theksosh kaq shumë, sepse ka një gjë shumë të bukur amerikanët. Njerëzit theksojnë atë që mungon. Dhe tani avash me kamerën time do t'u tregoj një pikturë, siç e shikoni këtu. Ja po ua tregoj. Kjo është zemra jonë brenda. E shikoni? Kjo është ana mashkullore, energjia mashkullore, ana femërore dhe në mes është drita. Dhe këtu lart është drita e artë që quhet golden flame ose golden energy. Dhe kur këto të dyja balancohen, ti bëhesh një me atë që quhet, dhe çohesh lart dhe bashkohesh me atë që quhet e brendshmja jote. E thash këtë sepse dua të kuptojmë që ne jemi një. Duam të kuptojmë që mos t'i vëmë etiketa njëri tjetrit. Mos të fillojmë të prezantohemi dhe ta theksojmë kaq shumë këtë gjë sa të na bëhet si diçka që është e keqja apo e mirë. Pra, ne jemi dy gjini. Preferencat janë personale. Besoj se mund të jeni dakord, mund të mos jeni dakord, kjo është mendimi juaj. Thash mendimin tim dhe atë që kam kuptuar unë në këtë rrugtim timin, por duke diskutuar dhe me mendje dhe emocione të larta në orët e meditimit tim. Kalofshi bukur, mbroni veten, duke e njohur veten, në të njëjtën kohë mbroni dhe fëmijët tuaj. Kalofshi bukur, faleminderit shumë që më ndihni. Mos harroni të bëni subscribe. Ju lutem shumë, shpërndajeni, sepse nuk kushton asgjë dhe është në dorën tonë nëse duam gjërat bukura. Dhe nëse duam gjërat bukura, duhet të mbështesim gjërat e bukura. Jo thjesht t'i themi, po dhe t'i bëj. Për të gjithë miqtë e mi që kanë preferenca të tilla që i dë fort, dhe ta e din shumë mirë se sa pa kushte i dua unë këta njerëz. Kalofshi bukur.